Si që ndoj që të edhe nga materiali sapo transmetuar, sepse situata duket paksa e çuditshme dhe paradoksale, por njëkohësisht është kjo një pamje që e has kudo nëpër Shqipëri. Qytetarë në protest, institucionet cilat përpiqen të shërbejnë atyre dhe mbi të gjitha një qeveri që jep leje të gatshme për të ndryshuar jo vetëm ekosistemin, por edhe mënyrën e tyre të jetesës. Kemi bezdisur Rok Doden, kryetarin e Bashkisë së Pukës, në këtë mëngjes. Zoti Dodaj, përshëndetje. Përshëndetje, Flavio. Mirë se erdhët. Mëngjesi. Kalivar, Mesul dhe Kimza. Pyetja është, ç'është kjo përplasje, nga buron? Atëherë është e vërtetë që banorët e këtyre tre fshatrave para disa ditëve kanë bërë një protestë para Bashkisë Pukë, apo një takim me kryetarin e bashkisë, nuk e di jam një gjën. Po. Takimi kishte si qëllim njohja me veprimet e funit pas miratimit të lejes nga KKT-ja për tre hidrocentrale në fshatrat Kimës, Mesul dhe Kalivarë. Unë i prita me kënaqësi, sepse jam pjesë e tyne, jam i zgjedhur prej tyne, dhe u konsultuam, diskutuam rreth problematikave. Aty dolën shumë gjëra që ndoshta edhe unë nuk i nisha nga afër, sepse kuptohet një leje e cila ka filluar që në 2016. Banorët shprehen atë shqetësimin e tyre, sepse nuk është bërë një dëgjes publike me banorët. Do të thotë që konsultimi publik që është shumë i domosdoshëm për këta zona të paktën, sepse ato për atë punë për ujtin, për malin, për ato pak mundësi toke që kanë, jetojnë me vështirësi, po t'ja u heqësh edhe këta, do të thotë që pa miratimin e tyre, do të thotë që është problem edhe jetesa në këtë zonë. Kështu që unë rast mora informacionin e duhur, pava me kujdes edhe disa veprime që janë bërë gjatë këtyre viteve, ndonse ato nuk më takojnë mua, sepse është çështja tash është në prokurori, ato kishin bërë një ankesë që në vitin 2017 në prokurori, dhe ne normalisht mbas miratimit lejes, e cila është dhënë në vitin 2023 në gusht 2023, leja KKT-s, por leja KKT-s kishte dhënë me hyrje fuqi pasi të plotësohen disa kritere ligjore. Po. Dhe kriteret ligjore normalisht sipas veprimeve që kishin bërë me vonë, janë miratuar dhe kanë hyrë fuqi me 31/12. Na kthen në një problem tjetër, zoti Dodaj. Që një nga problemet kryesore që ka vota në Shqipëri, sepse nëse banorët e Pukës ju kanë votuar juve për administrimin e territorit, vitet e fundit kanë treguar që qeveria, veçanërisht qeveria Rama, e ka tejkaluar, e ka anashkaluar këtë pushtet të drejtë për drejtë që vlen më shumë në parim për shkak se jeni votuar në mënyrë të drejtë për drejtë, dhe ka vendosur për territoret tuaja, qoftë edhe në kundërshtim me banorët apo edhe me bashkitë në disa raste. Them drejtën, kjo do të ishte aja gjithçkaet, konsultimi me banorët. Nëse edhe është edhe tek ligji që e përse edhe ligji se këtë do të thoja, e kemi edhe në ligji jashtë. Ligji është që konsultimi publik është më i domosdoshëm në fillimit procedurave për ndërtimin e këtyre hecave apo çdo lloj investimi tjetër që bëhet në projekte në territor. Sidomos projekte të tilla që janë prodhues, janë subjekte private që ndërhyjnë, jo projekte publike që ndihmojnë në përgjithësi komunitetin. Këtu tash unë e kuptoj fare mirë, sepse anashkalime ka pas normalisht, sepse ne 400-500 banorë atje që protestojnë, nuk janë 3 firma. Aty kishte vetëm 3 firma të konsultimit publik. Të 3 banorëve, që ato pa me vëmendje atë, edhe banorët, sepse unë i paraqita edhe para në takimin që pata dokumentat. Nëse më thoni që mund të jetë edhe konsultimi firmosur i falsifikuar. Po,
tashi ato janë organet e drejtësisë që ato me qenë se ato kanë qu qeshin në prokurori, do të thotë që prokuroria do të zbardhë gjithçka, se bashkia është në VMC. Bashkia ka bërë gabimet e para që nuk është konsultuar me publikun. Okej. Fillimet e dhënies së masanej do të jenë edhe institucionet shtetërore normalisht, që aty janë gjitha hallka që marrin pjesë në strukturën e konsultimit publik, jo vetëm banorët, por janë edhe drejtoritë rajonale, janë ministritë e tjera. Nëse në përgjegjësinë e bashkisë, sepse do të ishte fillimi, bllokimi nëse banorët nuk janë të bindur se duhet mu bë kjo. E kuptoj. Në ç'moment moment jeni në raport me banorët e këtyre 3 fshatrave ju si bashki, zoti Dodaj? Unë me thënë drejtë u gjeta para një fakti të krym. Sepse bashkia, unë që kur kam marrë mandatin, e kam gjetë këtë leja këtërës ishte dhënë me një muaj masi unë kam marrë detyrën, e kam marrë në qershor, me 23 qershor me datën 3 gusht, 3 gusht, ishte dhënë leja. Pjesa tjetër nuk ka qenë pjesë e bashkisë, që nuk më ndërhyje me bë veprime në qeveri për më dhënie lejes, por ato kanë vazhduar sipas procedurave që i ngarkon ligji për me dhënë një leje të tillë, por gabimet e mëdha janë bërë te konsultimi publik. E kuptoj. Po si mund të si e shihni vazhdimsinë e rezistencës këtyre banorëve dhe vazhdimin e asaj mënyre jetese për këto 3 fshatra? Po ato nga bashkia PUK, ato kanë një garanci të plotë që unë do bëj çështë mujtën që investimet të mos bllokohen. Por ngecja është e atyre që kanë dhënë një leje, një miratim pa konsultimin me banorët. Banorët janë part. Unë la mandatin edhe nuk i dal kundra banorëve për veprime të tilla. Unë jetoj vetë në fshat, e di që do të thotë që nëse të hiqet një ujë, një tokë, parcel pyjore, apo të hiqet një gjatë tjetër që e kanë të lidhur jetën me. Kështu që unë jam me banorët. Ato do gjajnë zgjidhje me banorët. Në momentin që gjajnë zgjidhje me banorët, bashkia PUK është okay që të vazhdojë me procedurat e mëtejshme. Unë nuk di që të thëmë, por di që unë e kam gjetë bashkinë me 700 sa milion lek, një bashki e vogël me 700 sa milion lek borxhe. Unë e kuptoj se si është administruar bashkia më përpara. Kuptohet që kur një bashki nuk paguan ujë drita, kur futet lidh kontrata fiktive, pa miratim nga prefekti, shprehjet ligjore, edhe organet nuk kanë marrë masa, se unë e kam pa problem që në fillim, që bashkia PUK ka mbi 700 milion lek borxhe. Edhe të borxhe nuk janë akumulu për efekt se bashkia ka pas probleme serioze, do më thënë që fatkesi natyrore apo ku do të thotë që këta janë borxhe të akumulume në mënyrë të paligjshme. Kështu që unë po merrem të 7 vjet me la borxhet e tjera, ato banorë atje nuk kanë faj që të hidhen në protestë, sepse ato nuk kanë rrugë automobilistike. Ato nuk kanë kushtet më minimale, nuk kanë kanale vadice, nuk është bërë asnjë lloj investimi. Edhe kjo nuk vjen për shkak se bashkia nuk ka bërë projekte, por vjen për shkak që janë lanë mazdore shumë gjana. Unë bëj projekte edhe ngjelin letra. Nuk merret kush ato drejtën e kanë 100% banorë. Unë jam pro miratimit të çdo lloji edhe mbështetjes së investimeve private apo të huaja, por konsulta me publikun, me banorët është primare. Këtë e ka formë preme bashkia PUK edhe kryetari, për aq kohë sa do rrihen. Çfarë do i thonit kryeministrit sot për ta zgjidhur këtë ngërç gati absurd? Do them drejtën, sot ina para faktit krym, por me qenë se banorët e kanë hedhur qeshin në gjykatë prokurori, unë do shifsha me asyrin që nuk është vonë asnjëherë që
sepse ato do të shkojnë në konflikt. Unë e di se si do të shkojnë ngjarjet nëse nuk do të keni marrëveshje serioze me banorët që binën edhe ato dhe binën edhe ato si kanë bërë gabim më përpara. Dhe do të shifen gjanat, masanej nuk janë në rastet para këta që bëjnë jo gabime, po faje. Po. Qeveria normalisht, ndoshta edhe manipulohet qeveria, por unë nuk do të hyj më thellë asaj çështje, por di që lehet unë po vuj me dhënë një agroturizëm për u bën tash 2 vjet e sa që munona me gjitha dokumentacionet. Edhe jo t'ja dhën tokën t'ja shit tokën, por t'ja dhën me qera, edhe po vuj me bë dokumentacionet. Aq procedurat vështira. Janë burokracina, por po, kur si leverdis qeverisë, kur i leverdis del në ligj. Një hidrocentral apo 4 që do banë në një zonë shumë vogël, që aty është ndjeshmëria shumë e lartë, edhe problemet sociale rriten më shumë, sepse ne s'po mundna mi aq ujtin në parcela, jo t'ja marrim atë ujt. Por atë ajo zgjidhje marrëveshje drejt për drejta mes banorëve dhe kompanive apo bashkisë, sepse bashkia është fajtori kryesor i dhënies së këtyre lejeve në mënyrë abuzive, në kundërshtim me ligjin. Banorët e dinë fare mirë, sepse nuk janë. Kështu që unë do t'i rri deri në fund çështjes banor primar. E kuptoj. Do të pyeten banorët në çdo lloj momenti. Ajo puna nuk ka filluar te bashkia, ka ardhur vetëm thjesht një shkresë që me pagu taksën e ndikimit mjedis. Unë me thënë drejtën e kam refuzuar në kuptimin momentalisht, derisa të lejo ligji hapësira ligjore, unë do ta bllokoj në mënyrë që derisa zgjidhet çështja në gjykat. E kuptoj dhe kjo ju nderon për momentin zotit Dodaj, megjithatë mbetet për të parë se si do të adresohet shqetësimi i një komuniteti siç janë banorët e Kalivares, Mesulit dhe Kimzës në Puk. Dhe patjetër që do të rilidhemi për të parë drejtimin që do të marrë kjo histori. Për momentin faleminderit. Faleminderit Çave, gjithë mirë. E përshëndesim kreun e bashkisë së Pukës, zotin Rok Dodaj, ndërkohë miq të dashur ne bëhemi gati për një tjetër pauzë të vogël, rikthehemi pak me aktualitetin, pastaj gjëra të çmendura kanë ndodhur në 24 orët e fundit, i analizojmë pas pak në studio.